Loja e radhës gjeje fjallën. Të dy garuesve ju paraqitet një shkronjë dhe ata duhet ta gjejnë fjallën. Ai cili e gjen fjallën më shpejt duhet ta shtyp gongun. Gjithsej keni 4 kategori. Njëri nga ju duhet të zgjidhet, po të gjithë jeni në lojë. Cili do të luaj nga ekipi Barcelonës, Tejsa, ndërsa Arlindi e janë të pozicioni. Mos harroni duhet ta shtypni gongun. Kur ti keni përfunduar, duhet ta shtypni gongun. Të gjithë jeni në lojë, jeni gati? Të dy ekipet janë gati, shkronja e parë që do të filloj është B. Fillon edhe raundi i parë, të shohim se sa të shpejt do t'jenë të dyja ekipet me shkronjën B. Berlini. Aktor rrive në films. Barcelona. Arlindi është te filmi, apo jo është te vetura. E gjenë dhe veturën dhe tani vetëm filmi ka mbetur. Të njëjtën dileme kanë edhe ekipi tifozëve të Barcelonës që e zgjidha dilemë. Gjeje para. Raundi parë për Barcelonën. Bekim themi ju? Bekimi, po. Barcelona, Berlini dhe vetura Bentley. Bentley. Fitore, raundi parë. Ta presim edhe raundin e dytë, gjithsejt janë 3 raunde. A se këna pasë edhe na me bë? Edhe jo me bë. A me Dy ekipet me bë. Dytë njëjtë e kanë ardhur. Fshijet. Ta presim tani raundin e dytë. Në qoftë se jeni gati. S'po fshijet, e nes. Okej, vazhdoni poshtë. Keni As me vend dorë poshtë. s'po fshijë. Ose fshini. Të gjejnë Vazhdoni ma poshtë. Jo që të shkruaj. Raundi i dytë, shkronja e parë është E. Të shohim se si do të gjinden tani të dyja ekipet me shkronjën E. Kategoritë film, sport, qytet dhe vetur. Publiku që Tifozët e Real Madridit janë kanë mbetur të ngecur me këtë shkronjë. Të shkronja E. Qëti publiku i lutna. Shumë të vështirë të dyja palët që të i përmbushin të gjitha kategoritë me shkronjën E. Na ke kohën. Sport. Emre. Qytet. Ka gjetur edhe kategorinë e dytë Ove janë Barcelona, dy ekipi tifozëve të Real Madridit, ndërkohë që te kategoria e tretë ka mbetur edhe rivali i tyre. Jo, qytet, vetëm qytet. Kemi ngecur të dyja ekipet, ndoshta mund të dorëzoheni, apo jo? Mund t'ja jepni pikët kundërshtarit nëse dëshironi. Film, së vëgjoni me ja? Film kina. Jo, film, jo. Kina gjithë. E këni gjetë, po. Ato është veç të ndrojnë ato të sport. Para, 2, 3, vetëm edhe një ju. Ekipi të Realit i ka mbet vetëm edhe një për ta gjetë. Dilema. E njëjtë edhe Barcelonës, vetëm një. Vetëm qytet ju ka mbet Barcelonës, dërsa nga ekipi i Realit ju ka mbetur vetëm vetura. Nuk po arrin të gjejnë vetur me E. Edhe më tej jemi te kategoria e fundit të të dyja ekipet. Qytet me E, Ja, e vrata të bashkuara, jo. dërsa vetur me E. E me veturën e Po, ata e zgjidhur. kanë shkru. Na shto s'ka se di. Ata e kanë shkru. Na ka vetur. I kamionin mund të me falë të të qa. Evo. Suzuki Evo. Tejsa e cila e ka gjetur. Me mbro
babi për Ai gjeografi. tek syrën. Gjetën edhe raundin e dytë. Ti shohim përgjigjet. E keni përfundu? Po. Të thoni përgjigjet? Film është Enver Petrovci, profesori i aktrimit, sport espanjoli, qytet Elbasani dhe autovetur Amel. Emel. Po. Mercedes e merr është. Është serie Mercedes. Seria Mercedesit është njëjtë ajo. Me E nuk numërohet, ajo fillon me M. M dhe L. Po, Po molle. lexohet Amel. Jallet. Lexohet, Emër të dërsent, Hajde Albin, hajde le ato. gjithsesi fitoria ju takon juve ekipit Realit. Ekipi i Real Madridit Fitoria ju sepse takon ekipit Realit, pasi që Barcelona e gaboj. E çka keni bu në film? Jo, keni gabon, na kena... Ta shohim tani edhe raundin e tretë për qëndrim, në qoftë se nuk jeni të sigurt, mos e shtypni gongun. Shkronja e tretë është F. Ferrari. Fatler. Sport. Qetësi ju lut nga publiku. Fabio kontrakt. shohim kush është më i shpejt. Është ekipi i Real Madridit që është shumë afër që të fitoj këtë raund. Me natë Tejsa prek sërish. Po shkruaj më shpejt, veç Ferrari shkruaj, mos e shkruaj. Preket gongu nga ekipi A tek syrën më. tifozëve të Barcelonës. Ti shohim përgjigjet. Ta shohim përgjigjet Film. kësaj radhe. Në film është Faruk Begulli, Po. sport futbol, qytet Frankfurti edhe autovetur Ferrari. Po, Emel. Gjithçka e saktë. Emër futbolla Fedina. Futbol, sport. S'po ceket aty, vetëm futbol. Sport, futbol. Sport. Juria. Gjithçka është e saktë. Gjithçka se. Aja në ka Barcelona, skitere. Po, di, ka kuptu këto.